Shiko, i nderuar drejtuesi i emisionit. Unë shkoj dhe dëgjoj para SPAK-ut, ku del i thrituri, do me thënë, për të paraqitur 2 herë në javët apo 2 herë në muajt, dhe thot 99.000 zezat kur del nga dera e SPAK-ut. Lash këtë mesazh, lash atë mesazh. Çfarë i tregojmë popullit shqiptar që ti je i forti dhe intimidon prokurorin, intimidon GKK-on, intimidon drejtësinë, po ne... Referoni deklaratave të zotit Berisha. Absolut, po patjetër, të zotit Berisha dhe të zotit Rama. Se dhe ai del në grupin parlamentar dhe intimidon SPAK-un me mënyrat e tij, pak më të moderuar, por e i thot. Apo të zotit Meta, apo të zotit Velia, që sot janë prapa hekurave. Pra, këta duhet i nënshtrohen drejtësisë. Janë akuzuar dhe duhet provojnë të kundërtën që me të vërtet këta nuk kanë prova dhe para gjykatës të dalin të pafajshëm. Ka 3 shkallë apo 4 shkallë drejtësia, aq më tepër që kemi dhe konventa me Bashkimin Evropian që mund të dërgojmë çështjet kur nuk marrim drejtësi në Shqipëri në Europë. Pra, ka gjykata dhe në Strasburg. Unë jam për këtë, prandaj them duhet transformu shteti. Nuk ka vend të botës që të dali kryetari i opozitës apo kryetari i qeverisë dhe të intimidoj prokurorin e posaçme. Unë për këtë jam kategorikisht kundër dhe më vjen keq që fëmijët e mi jetojnë në këtë vend duke dëgjuar për mosmarrjen e drejtësisë. Sepse po të ishte babai apo nëna e një familje tjetër dhe të dilte para SPAK-ut dhe thonte këto, absolutisht të garantoj se do ishte arrestuar në moment.